Ajo është një vajzë e shkathët, plot ambicie, që guxon të prezantoj veten dhe të vetë ofrohet në politik. Kam kënaqësinë të kem të ftuar zonjush Sara Mila, kandidate për deputete EPS Qarku Elbasan. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta dhe shumë faleminderit. Je 29 vjeç. Po. Si ka qenë ky rrugtim 29 vjeçar? Nuk është shumë, nuk është pak, je në listën e të rinjve të Shqipërisë. Po. Ti e the pak dhe vetë, nuk është shumë, po nuk është dhe pak. E kam pasur ambicie gjithë një politikën, e kam dashur, jam përfshirë, po themi asnjëherë duke qenë aktore në skenë, por gjithmonë duke ardhur aty rrotull. Jam marrë pak me fushatat, nga ana organizative, kam rendur drejt punëve që kanë lidhje me politikën, po asnjëherë duke shkuar unë vetë në fush betejë. Këtë herë vendosa që nëpërmjet deputetit që duam, të jem në vetë të parë, amerikanët e thonë bukur frontline, dhe thash, ky është momenti ideal, pasi kam kaluar një eksperiencë të mjaftueshme dhe pasi mendoj që kam maturinë e duhur, është pjekur dhe momenti i duhur për të rinjt për një kast tjetër në politik dhe për një frym tjetër, dhe mendova pse jo. Kur thua kam dashur gjithmonë, kur fillon kjo gjithmonë, çfarë moshe? Është bërë Sepse pak politika ndoshta duhet edhe kuptuar si koncept që pastaj ta duash. Është bërë pak e famshme se ja tregova dhe kryeministrit vendit në podcast. Kam qenë vetëm 6 vjeç në fakt, kur e kam artikuluar për herë të parë. Mësuesja ime e parë më ka bërë një pyetje, çfarë do duash të bësh kur të rritesh? I kam dhënë një përgjigje atipike, do bëhem kryeministra. Kam përshtypjen që nuk e kuptoja mirë se ç'do të thoshte, por e kuptoja fuqinë vendimarrëse që mund të kishte një figurë e tillë për të bërë gjërat e duhura për vendin. Dhe gjithmonë mendoj që është lidhur me këtë, kjo dëshira ime për të kontribuar për vendin dhe për të mos e braktisur atë në asnjë moment. Jam kurioze kush ka qenë kryeministër në atë kohë, nuk po më vjen domethënë. Kam përshtypjen që duhet të ketë qenë Fatos Nano. Fatos Nano, po si duket daljet e shpeshta të kryeministrave në televizion, i bëjnë dhe fëmijët që dëshirojnë. Mundet të edhe pse është një profesion i mirëfillt, por më shumë ke pasur ndjesim për pushtet, për të ndryshuar. Nuk di, mendoj kjo për të ndryshuar dhe për të kontribuar. Unë dhe e vogël e kam pasur nocionin e liderit, në sensin që gjithnjë jam përfshirë, senatore klase, presidente shkolle, kryetare e senatit, nuk e kam lënë veten pa angazhim në asnjë moment. Krahas shkollës gjithmonë kam parë edhe këtë pjesën tjetër. Edhe në mbledhja po themi organizime të rinj, kam qenë gjithmonë e pozicionuar duke mbledhur dhe të tjerë rreth meje. Kështu që kjo dëshirë për përfshirje mendoj që ka lindur me mua, mirë po është zhvilluar pastaj me kohën dhe mori këtë drejtim. Dhe dukesh në fakt, reflekton ambicien për lidere. Po pse deputeti që duam? Për shumë njerëz ka një paragjykim që këto platformat nuk funksionojnë siç duhet, të përdorin imazhin dhe në fakt nuk shkon aty ku ti mendon që duhet shkosh. Të gjithë këta njerëzit isha dhe unë. Në fakt, arsyeja patjetër. Jo e kisha, po e kisha shumë. Duke qenë se unë më parë nuk jam përfshirë dhe ndoshta një nga arsyet kryesore sepse më përpara nuk kam rendur në drejt forumeve rinore që sot mendoj se kam bërë gabim që nuk jam përfshirë, sepse një tjetër eksperiencë do kisha mbi supe dhe e shoh pak veten, po themi kur ti hyn nga jashtë dhe nuk je fare pjesë e strukturave, të duhet një punë dy fish për të njohur në qytet, po për të njohur edhe nga strukturat e partisë. Kështu që nuk është se ka qenë vendimi më i mirë që kam bërë që nuk jam përfshirë. Mirë, po ky është fakt tashmë dhe unë përdora platformën si një trampolin të shpejt për të kaluar këto vitet e përfshirjes në struktura. Nuk kisha shumë besim, jo tek platforma në vetvete, sepse ajo ishte tërësisht transparente, ti aplikimi jot më pas ishte publik dhe nëse ti arrije të spikasje, mund të kishe një vend në lista, mirë po, unë kisha shumë pikpyetje dhe dyshime mbi këtë, çfarë do të thotë të spikasësh, apo kush ishin kriteret që dikush prej nesh të zgjidhej dhe dikush jo. Më vonë e kuptova që në fakt është një bord i mirë menduar në këtë aspekt për të parë të gjitha ato elementet që një kandidat duhet ketë. Patjetër një CV të mirë, patjetër një imazh publik, në sensin e asaj që të jetë një folës i mirë dhe të ditë artikuloj mendimet e veta, por të jetë edhe një individ i cili është i gatshëm për të funksionuar mirë në terren. Ndoshta të tre këto komponent u lidhen mirë tek figura ime dhe shumë të tjerëve, nëse unë nuk gaboj janë mbi 30 persona nga deputeti që duam që tashmë janë në lista, disa në lista të mbyllura dhe disa të tjerë në lista të hapura, mirë po ja ku jemi nga një angazhim 6 mujor prej shtatorit mund të them tek deputeti që duam sot jemi real politics. A kishte ndonjë le të themi hallk tjetër
pas prezentimit tuaj në këtë platformë, ju morën në telefon, kaluat një lloj testimi, apo si funksionoi, se jam kurioze? Patjetër. Kishte një rrugtim të gjatë, siç i preka të treja fushat, në të njëjtën mënyrë rrugtoi edhe platforma. Fillimisht ne patëm diskutime dhe po themi prezantime intensive nëpërmjet Zoomit me bordin e platformës, ku bëheshin pyetje përgjigje për atë çka ne mund të bënim dhe të kontribuonim. Më pas patëm një test po themi mediatik, të lidhur më shumë me mediat sociale, kush nga ne arrinte që të grumbullonte më shumë ndjekës, më shumë pëlqime dhe më shumë content që të ishte vizibël në sa më shumë target grupet mundshme, si dhe prova e terrenit, ku ne u angazhuam secili prej nesh nga drejtuesi politik i qarkut për sfida të caktuara, të cilat më pas mund të kalonim apo jo. Unë personalisht pata një sfidë më së tepërmi për të angazhuar me votuesit potencial në diasporë, qëndrova një kohë të gjatë atje, duke u njohur me zgjedhësit, duke i folur mbi procesin edhe mbi mënyrën e aktivizimit nëpërmjet votës diasporës, pata një rezultat mirë dhe atje, dhe kështu pastaj është bërë në fund një raport final për secilin prej nesh. Ky është një mesazh për të rinj ndoshta që jo gjithmonë duhet kesh një mik që të futesh në politikë, sepse ja që ka dhe një rrugë normale dhe idealiste do ta quaj. Po, unë jam njëri shumë idealist. Dhe nuk më ka ecur keq. Me rrethin e ngushtë dhe me misht e them edhe me batut, por tani kam edhe mundësin ta them live në sy të gjithë njerëzve. 2 herë në jetën time kam provuar platforma dhe të dyja herët më kanë qelluar mirë. Në 2018 pas protestës së madhe të studentëve që ndodhi, me një aplikim ku të gjithë ekselentët e Shqipërisë mundeshin që të çonin CV-t e tyre dhe të mund të kontaktoheshin pastaj për një pozicion pune në administratën publike, unë isha një prej tyre që u futa nga kjo platformë dhe hera e dytë qelloj me platformën e deputetit që duam që unë sot jam në lista. 2 herë kam tentuar, 2 herë ka rezultuar ashtu që të vazhdosh rrugën e të qenit idealiste. Po pse Partinë Socialiste dhe je në listë të hapur? Sfida është shumë e madhe dhe është brenda llojit. Si ke ndjesinë lidhur me këtë gjë? Partia Socialiste pikë pari sigurisht nga bindjet tona familjare të majta, është e kotë të thuash që në Shqipëri nuk ka një historik tradicional të një mendimi apo të një mendësie politike. Unë nuk kam qenë ndonjëherë vajzë rebele, mirë po nëse do t'ishte për këtë pjesën e politikës do ta kisha rebeluar nëse nuk do ta kisha menduar njësoj, por e ka menduar njësoj si familjarët e mi, mendoj që është vetëm një forcë politike ku ja vlen të besosh. Unë besoj që Partia Socialiste është një fuqi transformuese dhe këtë e ka treguar në 12 vite pushtet, patjetër që ka gjëra shumë të mira për të bërë, prandaj dhe unë si një re që nuk kam qenë kurrë në politikë jam e gatshme që t'i ofrohem, ndoshta edhe për një opozitë të brendshme, edhe për një riciklim të brendshëm të disa figurave që ndoshta nuk duhet jenë më pjesë e Partisë Socialiste, por nga ana tjetër, kjo oferta e listës së hapur është një ofertë e cila funksionon si një mozaik ku qytetari është i lirë të zgjedhë sipas interesit personal. Ne kemi pa diskutim karaktere shumë të veçanta, target grupe shumë të veçanta dhe të gjithë mund të gjejnë veten nga pak tek secili prej kandidatëve që janë në listë. Pa diskutim edhe mosha ime e re, po edhe eksperienca ime e re e tregon qarta se që target grupi im janë të rinj dhe profesionistët e rinj, mirë po pa diskutim këtu nuk është se kufizohet pëlqyeshmëria edhe tek të tjerët. Mirë po secili prej nesh ka vendin e vet dhe unë e besoj këtë. A ndjehesh ti më pak në krahasim me ata që janë në listë të mbyllur, apo më e diskriminuar, apo një shkallë më poshtë, më e pabarabartë? Nuk ndihem as pak e diskriminuar, patjetër që ka një pabarazi në sensin e asaj që disa figura tashmë janë pjesë e parlamentit dhe disa të tjerë duhet që të bëjnë një garë të fortë për të siguruar vendin atyre që tashmë janë, pastaj edhe vendin e tyre. Mirë po, unë të paktën si një ren politik nuk do doja që dhe nëse do ishte në çështje zgjedhje, nuk do doja që të më dhurohej ky vend, sepse unë dua që ta kaloj këtë sfidë politike, dua që t'i mas forcat e mia dhe potencialin tim, dhe qëllimi në vetvete nuk është të jam në karrigën e parlamentit në fund të kësaj, qëllimi është që Sara të ketë një imazh të ngritur në Elbasan. Elbasani ta njohë Sarën për atë që është, dhe nëse do ta votbesoj, qoftë në herën e parë që ajo tenton të futet në politikë, atëherë shumë mirë për Sarën, sepse nesër kur të jetë në parlament do ketë një bagazh shumë të mirë pëlqyeshmërie dhe po themi një tjetër lloj paraqitje se sa po të isha në listat e sigurta. Unë jam një vajzë që i dua sfidat, unë e pëlqej garën dhe nuk jam nga ata njerëz që ankohen për rregullat e garës nëse dua të përfshihem në këtë garë.
po u përfshiva, nuk kam ankesa. Merre. Dhe kush më mirë se të rinjt në fakt duhet të luftojmë për votat e atyre që janë tashmë në politikë prej vitesh dhe për votat e veta në këtë rast. Megjithatë, më the që armë të fortë ke të folurën. Unë di që ke dhe kamerën dhe të folurën dhe shumë gjëra tjera. Çfarë të lidh me këtë lloj talenti? Është talent në fakt dhe jo të gjithë e kanë. Kam pasur një eksperiencë në media, gjatë kohës që kam qenë studente, kam ndjerë gjithmonë që lirinë dhe pavarësinë time do ta fitoja vetëm në momentin që do isha e pavarur dhe ekonomikisht. Unë e dua punën, jam një vajzë që punoj fort dhe kam punuar që e vogël. Gjeta një hapësirë në media, sepse shkruaja mirë dhe qëndrova jo pak, rreth 5 vite në media në shkruar, po edhe në radio një pjesë të mirë të kohës. Mendoj që në këtë rrugën që kam nisur sot, janë gjëra që më vlejnë shumë ato që kam mësuar në media, kështu që patjetër janë plotësuese të mozaikut tim. Mirë po, nuk do ta cilësoja veten tipikisht një vajzë media, se pavarësisht se e bëja mirë atë punë, nuk ndihesha se në karrierën time. E lash pastaj për këtë eksperiencën që të tregova dhe pak më parë për të shkuar në administratë si pasojë e portalit me studentët ekselent dhe aty e ndërpreva rrugën. Nuk i dihet një të nesërme se historia ka treguar që shumë figura politike janë rikthyer ekranit dhe kanë lënë politikën për ekranin. Kështu që ndoshta mund të ndodhë edhe me mua një ditë, median unë e dua shumë, e pëlqej. Kështu që dua ta lë të hapur se çfarë do ndodhi, sepse as vetë nuk e di. Megjithatë ti je brumosur në një mini studio, midis kasetave, montazhit, mikrofonit, lexova diku që kjo gjë ka qenë shumë e hershme. Sa ka ndikuar në formimin tënd sot? Është xhaxha im në fakt, i cili ka pasur një nga këto studiet e vogla të para në qytetin e Elbasanit. Unë kam qenë fare e vogël, e ndihmoja me ato punët të thënë në shkurt e shqip hamallshe. Merri këto kaseta të shoj atje. Por patjetër dhe ne harxhonim një kohë shumë të mirë të kohës atë njëri tjetrin. Kjo ndoshta më ka bërë të mos i friksohem më vonë as kamerës, as ndriçimit, edhe as një gjë që ka lidhje me median. Dhe as paragjykimeve. Absolutisht jo. Më është dukur gjithmonë që është një vend që i përkas edhe më është dukur gjithmonë që është një ndihmë shumë e madhe për çdo që aspiron të jetë një figurë publike, cila do qoftë fusha që aspiron. Kështu që patjetër më është vënë pak që e vogël kjo. Ke një kauzë, se cila do të jetë kauza jote në parlament nëse arrin të jesh pjesë e parlamentit shqiptar? Do ngjaj idealiste edhe kjo, por fryma e re e të rinjve. Unë besoj se Shqipëria ka ardhur në pikën dhe ka ardhur në momentin për mos pasur ngjyrime shumë të forta politike, për mos qenë shumë majtas apo shumë djathtas, po të jepni një sy edhe programet të dyja partive gërshetohen në shumë pika me njëra tjetrën, sepse sot, jo vetëm në Shqipëri, po kurdo në botë, jemi larg ngjyrimeve dhe jemi shumë më pranë prakticitetit, realitetit edhe një inovacioni që ecën dhe me të duhet ecë edhe politika. Ajo çfarë unë dua të jap në Parlamentin e Shqipërisë është një frymë e re, ku me opozitën ka debat konstruktiv dhe së bashku me opozitën jemi lobueset më të fortë në Bashkimin Evropian për të marrë projekte të mira për Shqipërinë e për të pasur një emërues të përbashkët që është dashuria për vendin tonë. E di që do ngjaj idealiste, po ndonjëherë gjërat ne i bëjmë të vështira kur nuk janë. Është kaq e thjeshtë. Ti japësh dorën kolegut të partisë tjetër dhe së bashku të punoni për Shqipërinë. Pse duhet të votojnë ty qytetarët e Elbasanit? Sepse jam e vërtet. Edhe kjo është kaq e thjeshtë sa çdo. Klishe është. Është klishe, është një sfidë fortë. Për të vërtetuar që je e vërtet. Pikërisht. Unë mendoj që vërtetësia vjen mos shumë të tek unë, tek fakti që nuk jam përfshirë më parë në asnjë gjë që ka pasur lidhje me politikën. Dhe unë sot jam në ditët e mia më pasionante në lidhje me politikën, ashtu siç kam energjinë shumë të fortë për momentin dhe ashtu siç kam edhe dëshirat shumë të forta për momentin. Kam përshtypjen që diçka që i mungon Elbasanit është një frymë e cila vibron në Tiranë, unë e ndjej në kryeqytet, kryeqyteti e ka dhe e mbart këtë gjë, mirë po 20 minuta larg Tiranës nuk është shumë mirë që të ketë një diferencim si në zhvillim, ashtu edhe në mënyrën se sidomos të rinjt i qasen qytetit. Kështu që kjo lidhja ime midis Tiranës dhe Elbasanit, që lidhet edhe vetë me modelin tim, unë kam lindur në Elbasan, kam ardhur e vogël dhe kam ngritur jetën time më pas këtu, ama jam rikthyer atje për rrënjët, për të kontribuar atje ku duhet. Ky gërshetim është një model shumë i mirë për gjithë të rinjt që të jenë tashmë në vijën e parë të zhvillimit të Elbasanit. Unë e di që ka ca projekte shumë të mira, siç është rivitalizimi Kalas, siç është Tumo Center 2, siç është ndërtimi i automoto parkut të parë në Shqipëri të Formula 1-os, siç kemi një stabilizim të zonës metalurgjikut, që janë plane që janë në vijimsi.
të rinjt janë ata që do të çojnë përpara këto. Nëse bëhet fjalë për një burim, për një bum turistësh, patjetër që ky bum turistësh vjen me Booking, vjen me Airbnb, vjen me TripAdvisor, vjen me platforma që janë të rinjt, ata që i menaxhojnë, që i përcjellin dhe që kanë gjithë potencialin e vet për t'i ofruar më të mirën e qytetit. Kështu që unë shikoj dhe ndjej që në këtë zhvillim dhe në këtë prioritizim që i është bërë Elbasanit në mandatin e ardhshëm,